Hoxha, selam aleikum. Wa alaikum salam. Kur hoxha bën dua, lutje, edhe ne themi amin, a I bie kjo që edhe ne e bëjmë të njëjtën dua? Po. E tregon Allahu I Madhëshëm në Kur'an, kur Musa alayhis salam bënte dua, Haruni alayhis salam thonte amin. E në fund Allahu I Madhëshëm tha dhe Allahu pranoi lutjet e të dyve. Që I barazoi këtë që bënte dua me atë që thonte amin në përgjigjen e lutjes së tyre. E s'ka dyshim se kur hoxha imami bën dua, kërkon gjëra konkrete nga Allahu I Madhëshëm, qoftë në gjuhën arabe, qoftë në gjuhën shqipe, dhe besimtarët që janë mbrapa thënë amin, realisht bëhen pjesëmarrës në ato kërkesat e hoxhës. Se amin që o Zot përgjigju. O Zot përgjigju. Kësaj që kërkon hoxha. Domethënë edhe për mua edhe për hoxhën. Që s'ka dyshim, është më se e vërtetuar me fakte fetare, se kur besimtarët bëjnë amin pas lutjes së dikujt që bën lutje zëshëm, qoftë hoxha, qoftë domethënë një besimtar tjetër, ti thua amin, por kish lutja e tij edhe amini jot janë të barabarta te Allahu në pranimin e kërkesave dhe lutjeve tuaja. Domethënë amin, fjalë e shkurt, por shumë e rëndësishme. Po, gjithsesi amini jo rastësisht domethënë është në fund të surës Fatiha, edhe në fund të çdo lutjes, sikur se thash, e ka kuptimin o Zot përgjigju. Edhe andaj domethënë na e lutim Allahun që Allahu t'i përgjigjet gjitha kërkesave dhe lutjeve tona, tash në Ramazan dhe jashtë Ramazanit. Amin. Selam aleikum.